thot hoxhi nderuar, po shohim në përfaqet e internetit një vlerësim të veçantë mbi agjërimin e këtij muaji edhe të Ashuras dhe një lloj agjërimi të veçantë i quajtur matem ku nuk hahen disa ushqime dhe nuk pihen e kështu me radhë. Atë këtu kemi disa gjëra të përziera bashkë para agjërimi i muajit Muharrem. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë agjërimi më i mirë, e përmendëm dhe mas namazit sot. Agjërimi më i mirë mas Ramazanit është agjërimi i muajit të Allahut Muharremit. Kjo është e para. Pra pëlqehet dhe preferohet agjërohet ky muaj në mos i tëri sa më shumë prej tij. E dyta gjë, në këtë muaj kemi Ashuran, pra dita e 10 e muajit Muharrem, që në disa transmetime ose në disa libra përmendet që është e trashëguar qysh nga profetët e mëhershëm. Pra thuhet që e ka origjinën qysh nga Ademi alayhis salam, e trashëguar tek Nuhu dhe të gjithë pejgamberët. Dhe një nga, le të themi, mini argumentat e kësaj është se pejgamberi sa e ka agjëruar Ashuran para se me qenë profet. Dhe kurejshitët e kanë agjëruar Ashuran para se me ardhi Islami. Domethënë ka qenë nga mbetjet e pastërta të fesë e Ibrahimit që ishin në Mekë, disa gjëra që manifestoheshin. E treta gjë, Ashuraja nuk lidhet patjetër me ngjarjen e kobshme të vrasjes së Imam Husajnit radhiyallahu ta'ala anhu, nipit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo ka të bëjë me një ngjarje tjetër, po në historinë islame në të njëjtën datë është shënuar dhe një ngjarje e kobshme, vrasja e padrejtë dhe me zullum e Hazreti Husajnit radhiyallahu ta'ala anhu alayhi salatu wassalam në të njëjtën ditë, pa në ditën e Ashuras, dhe që më vonë pastaj ka marrë dhe një ngjyrë tjetër, por faktikisht Ashuraja e ka vlerën si Ashura. Ngjarja ka ndodhur në këtë datë, pra nuk është se ka të bëjë kjo me këtë. E treta gjë, agjërimi i Ashuras, ose e katërta, nuk e di si pikë, është ditë e shënuar në Islam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam përmend se ndër vlerat e agjërimit të Ashuras është se fal gjunahet e një viti, dhe e ka agjëruar pejgamberi sa para Islamit, mbasi u bë muslim, pra me kuptim mbasi u bë profet dhe nisi Islamin, e ka agjëruar gjatë kohës Mekës derisa ka ardhur në Medinë. Kur ka ardhur në Medinë, është shfuqizuar si ditë e obliguar dhe ka mbetur si ditë sunet. Dhe është fut në fuqi si obligim Ramazani. Dhe ky është rasti i vetëm në Islam që kemi shfuqizim nga ligji më i lehtë në një ligj më të ngarkuar. Se në përgjithësi shfuqizimet në Islam kanë ndodhur nga më i vështiri tek më i lehti, nga më i ngarkuari tek më i lehti, përveç ditës Ashuras, nga një ditë ka shkuar 30 ditë apo në 29 ditë. Një vit para se me ndru jetë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, po të jetoja, pra sikur e ka pas pra atë inspirimin nga Allahu që ky është fundi i jetës tij, po të jetoja edhe më, do agjëroja edhe ditën e 9 të muajit Muharrem, Tasua. Pra ajo që është më e preferuar në Islam është që të agjërohet dita e 9 e muajit Muharrem edhe dita e 10 e muajit Muharrem. A preferohet edhe 11, ka një mendim që thot preferohet dhe 11, argument kështu fiks nuk ka, po çfarë thonë ato që thonë preferohet dhe 11? Kanë thonë duke qenë se hyrja e muajit hënor ka ato probleme dhe veta, aja qëllon ase qëllon, atëherë kanë thonë me qenë mrena agjërohet dhe 11 që ta kapësh 10. Ky është një mendim, po më e sakta që qëndron nga mendimet është 9 edhe 10, sidomos në këto kohë ku shikimi i hënës dhe gabimi i kalendarit është shumë minimal në krahasim me kohët që kanë qenë më përpara. Agjërimi duke bërë një lloj përjashtimi, pra hahen ca gjëra dhe pihen ca gjëra duke pas parasysh faktin se Imam Husajni alayhis salam ka vuajtur, domethënë në këtë kohë në shkretëtirë etj. Kjo nuk ka argument për të në Islam. Nuk ka argument për të në Islam, sepse ne themi kur bëhet një adhurim duhet patjetër të mbështetemi ose ke libri i Zotit ose ke suneti e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk mund të marrim si argument ne, për shembull,
asgjë tjetër për sa i përket adhurimeve, o duhet të jetë në Kur'an ose duhet të jetë në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ose të gjithë sahabët të binë dakord që kjo gjë është prej adhurimeve, edhe pse ndoshta s'ka ajet Kur'ani apo hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kështu nuk ka, domethënë, kështu që kjo gjë nuk është prej mënyrës se si agjërohet, edhe prej mënyrës se si mund të afrohemi tek Zoti, edhe pse ata kanë vuajtur Zoti na takoft me ta në xhenet, edhe pse ata janë prerë në besë dhe shumë pak përmendet kjo gjë që Imam Husein alayhis salam është prerë në besë nga banorët e Kufas. Edhe sahabët shumë prej tyre i kanë dalë rrugë, i kanë thonë ore, s'ka besë këta njerëz. I kanë dalë Abdullah ibn Omeri, Abdullah ibn Abbasi, këto çunat e rinia sahabëve që kanë qenë si moshatarë me njëri tjetrin. Po edhe të tjerë, i kanë thonë mos shkon në Kufa. I ka thonë Abdullah ibn Zubair, hajde në Mekë. Se në Mekë ishte muhabet tjetër, megjithatë ai nuk ka pranuar, domethënë edhe si më thonë është mbështet në një peticion që kanë bërë banorët e Kufas dhe i kanë thonë hajde se në besën tonë do të mbrojmë. Kur ka shku ky afër Kufas në vendin e quajtur Kerbela, s'ka dalë njëri me mbrojt, s'ka dalë njëri me mbështet, e pren besë. Për këtë arsye është transmetuar nga familja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Ehli Beiti, mallkimi mbi këta njerëz, se e kanë pren besë nipin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ai pse nuk shkojnë në Damask? Pse nuk shkojnë në Basra? Pse nuk shkojnë në Egjipt? Po pikërisht në Kufa. Shkojnë në Kufa sepse aty kishte lidhje, se Aliu radhiyallahu ta'ala nuk ka jetuar një pjesë të jetës tij në Kufa, etj, dhe kishte raport tjetër dhe marrëdhënie tjetër. Dhe nuk është e vërtetë dhe nuk ka asnjë transmetim të saktë që Jezidi të ketë urdhëruar, transmetim të saktë flasim nëpër libra çfarë s'ka, që të ketë urdhëruar vrasjen e tij. Nuk ka asnjë transmetim të saktë. Madje familjen e pejgamberit alayhis salam, ata që kanë mbet nga Kerbelaja, i ka marrë në Damask, i ka futur në pallatin e xhilafetit dhe i ka kthyer në Medinë pa ju prek asgjë. Pastaj sa thuhet nëpër libra, se si thuhet nëpër libra etj. As nuk e përmenin për hajër këtë njeri, pra Jezid nuk e përmenin për hajër, por edhe nuk mund ta ngarkojmë me diçka për cilët nuk ka asnjë lloj argument. Personi që e ka bërë këtë gjë, e ka bërë se kishte frikë se mos i humb pushteti në Kufa dhe e bëri këtë gjë, si më thon, për të ra rahat, si më thon, nga kjo lloj gjëje që mund të çonte pastaj një kryengritje popullore, sepse ishte dikush që po vinte nga gjaku dhe nipi pejgamberit e sam, dhe normalisht që populli do i mbështete. Ajo që nuk përmendet është fakti që banorët e lanë në tradhti. Banorët e lanë në tradhti dhe ai është prerë në besë. Dhe normalisht në Islam konsiderohet vrasja e tij padrejtësi, sullum, gjëja më e keqe që na ka ndodhur neve si muslimanë, domethënë që përmend në histori vrasës nipin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po kjo nuk do të thotë që ne të bëjmë një lloj agjërimi që s'ka përmend as Zoti dhe as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po një lloj solidarizimi, për shembull, le të jetë kjo një formë solidarizimi. Nuk është përmend kjo gjë, pra as familja e pejgamberit as Ehli Beiti i asaj kohe, vitin e dytë nuk e kanë bërë këtë lloj solidarizimi, pra nuk e njeh Islami këtë lloj gjëje. Që ta kishin bërë ato për shembull dhe thëshim gjë, është tradita e Ehli Beitit me e bërë këtë punë, por nuk ka ndonjë transmetim.